Përshëndetje, ju që po na ndiqni shok të Quçkave. Ju flet regjia nga Shkupi Dardan. Dhe jemi këtu mu në mes të Shkupit tek ura e Gurit dhe siç po duket kemi shumë turist. Kemi shumë turist nga më të lloj-llojshmit dhe afroheni me mua të takojmë një ditë turist shumë interesant dhe shumë karakteristik. Hello, Hello. can we make an interview? Yes, of course. We are from podcast Quçkat. Oh my God. Really? Yeah. Hello. I'm nice to meet you. Where are you from? I'm from Pakistan. My mom is from India. Where are you from? Pakar, India, Kathmandu. What are you doing in the Shkupi? I'm visiting a very good place here, historical, interesting place here in Shkupi. Shkupi, yes? Yes, Skopje. My name is Hadid and I came to Skopje to see culture and people and other things. You know. What's your name? My name is Lilin. Mikrofonin me vllajin vazhdoni. Jemi ke ora e Gurit dhe më e famshme e Shkupit, ku Aleli ka disa muhabete për t'i thonë. Jo vetëm e Shkupit, po unë sa mendoj është vetëm më e famshme e Maqedonisë. Është një ndër urat më të vjetra në Maqedoni. Ura e cila ndan Shkupin në dy pjesë. Në Shkupin klasik, El Clasico. e cila është e përbërë prej stiropolit dhe materialeve sintetike, Edhe LED diodës. dhe Shkupin oriental, e cila është e ndërtuar para 5-600 vjetëve, me materiale të forta, Prej Guri, prej Guri. a ka pasme... Hello! Ta janë oriental? Si i bie këto, pi Kathmandu janë këto, Kilimanjaro. Don't be shy. Don't be afraid. It's okay? Okay. Ten më shtu në gjaj. Hello. Hi there. Can we make quick questions? Fast. Yeah, sure. Ali. I'm Hadid. Ahmed. Ahmed. Mashallah. Where are you from, brothers? I'm from Pakistan. Okay. Yeah. Let me ask you a quick question. You visited Skopje, right? Yeah. Which part of Skopje do you like most? The other part of the bridge or this part of the bridge? To be very honest, like every part of Skopje. Like But mostly you have The to mostly- like a little bit more. no, you cannot say that because every You can't say that. What No. was your name? Ahmed. Ahmed, there are mosques. There are not mosques here, No, Ahmed. you can say that being a Muslim, I live that part Yes. because in this part. We are Muslims also, brother. No. I don't stay in this part. When I came first, so I used to live in the hostel that's on the Macedonian side, you know. What's your favorite food? The favorite food is something, I try different. I'm a foodie guy, so try different foods. But I like the riso and, that shrimps. Riso and shrimps together, Brother, you have to try kebabs here. Kebabs every day for their Balkans. What food, shrimps in Mamma Macedonia? mia. We don't have sea for shrimps here. No, brother. the Macedonian side. I tried even this restaurant just back on my, I think you like mostly the But Macedonian side. every day, almost every day, my breakfast is there in the soup shop. Yes. In the soup shop and for kebab, soup. Just 4 kebabs? For one person is enough, bro. Depends, he eats 20 kebabs. 50. That's why he is like kebab. Mashallah. Mashallah, you have much space, bro. So Kështu që hot hapi side se të mas 20 countries, vjet dhe full piktimve But dhe why kjetë did you këto. choose to stay in the country? I said I love this country. You know? Love this. A pa, Çki me shapkën duket se është pika dhe jetë. s'ku e di pejt. Hello. Can we make a quick interview? Po e bojmë pa tjetër. Vetëm shqip folin. Me këto tonit kanë. Hanit. Aleli. Adisi. Sohebi. Adisi. Sohebi, avokati i studion në Universitetin e Tereza, no? Kryetari i parlamentit studentor. Ja ro komfort. Edhe një ashtu dy prej organizatorëve të protestave që mbajnë. Ja, beton po unë këto. Kena dalë me këshirë terrenin sa të pak për ditën e hap. Aha. Kena protest, kena se disa e keni pa. Po, e pam, Facebook unë e Kena pas. dalë pak me këshirë me planifiku marshutën, ka shkojmë, si shkojmë pak. Po, edhe ajo është gjithçka e përgatit. Po, që shka e pregatit do jetë, do jemi
do mundohemi ta bëjmë sa më mënyrë paqësore si herën e parë. Ta kallëzojmë se studentat janë të vetëdijshëm dhe i dinë kërkesat e tyre dhe të drejtat e tyre. Personalisht në unë për kraj me këto jem ta dish. Me studentët i ne. Ne Ne pse si na student me e kina kaluat. Një piqe kështu pak ma dalin piteme. Leka i math, që provimin e jurisprudencës, a i ka dhënë Shqipa maqedonisht. Na besojmë, shumë besojmë se bugarisht e ka dhënë. Bugarisht e ka dhënë. A tho? Edhe unë besoj se bugarisht e ka dhënë. Edhe unë jo me te. Te Lina qish mendon? Unë nuk mendoj. Nuk Se di, unë mund me në turqisht ta ke dhënë. Nuk e di. E pa atër, sukses e juve, pa që të qëllë do që për krajë. Dhe juve për krajë. Jeni të tonë krejt. Edhe protest, moreni si sot si turisto. Më bëjnë hello. Vetëm vëzhgus. Sot jemi vetëm vëzhgus. Protest. Ditën e ne jemi ata që dalim edhe tregojmë se Edhe e kalli. Protesta nga ka nisë studentat, po të ftum jeni krejt. Kush e ndjen veten shqiptar, Gjithsesi. atë ditë është i mirëcar. Gjithsesi, falenderit shumë. Shpionat e Bruce Lee. Unë atë Bruce Lee i rokëm. Hello, can Hello. I make a quick interview? A shef shpioni nuk fola. Nuk fol shpioni kohë. E kam vra Bruce Lee. Fala, mundet një intervist? Por? E dim për qish? Po qish është? Ne kina erë figustivari. Po? Morim intervist shqiptarve. Quçkat. Oh my god! Dhe i se shofim ne këtu, kit ka shqiptar nuk ka. Si, po u gjio më. O bene ne në shqiptar, në shqiptar. Më shqiptar të gjente. Pona ka diftote, a ca patën pona. Që qa ju kresovja? Elhamdulillah. Mirë për ka pare qish. Zoti ta shtosh bereqetin, e ne i prof këto me të madhe, inshallah. Po do bëjnë. Sa më shumë, voti. Amin. Shka pëm këshirë, bë? Në këshyrë kameramani, sepse jemi pikërisht në hyrjen kryesore të çarshis së Shkupit. Po, pranë bit pazarit. Pa, Pazarin e pas kam Shelmo. është vonë, normalisht, Po. ose ne jena vonë. Veç një sekundë se kemi Valentino Rosin duke kaluar mbas nesh, supozoj. Po, me skutar. Sa ku Aprilia. Aprilia, bravo, bravo. Ha. Legal, s'ka problem. Jemi në hyrjen kryesore të çarshis, edhe pse çarshia ka disa hyrje si dire e masme Kjasa Ulti. Kjo njihet si hyrja kryesore e çarshisë së Shkupit. Po ne dalim për këto. Ne do him prap. Zakonisht Alili më kundërshton në teori e në praktik. Bash më intereson, a ka ndonjë se më thotë kundër Skënderbeut, Helbjet. Kundër Skënderbeut s'kom të them te asnjë send, vetëm fakti i dhimbshëm është se parës ishim ne ke Aleksandri Madh. Po, Kalin e kishte shumë më të madh. E në njerës, pa ne kje ka Kalin në mëth. ama e kishte pak ma bajgji më të madh. Okej. Si do qoftë, ajo nuk ishte që më smeteti mu ma shumë, ajo që më smeteti mu ma shumë ishte se afër Kalit Aleksandr kishte shumë miljet, dërsa pse afër Skënderbeut nuk ka qatë shumë miljet. Ha, Po, këtu më të e. Atëherë, pse Ku o këtu s'ka problemi? me let? Ku o problemi? se di pse. Pse duhet ne të vërtetë na afër Aleksandrit, tu e pas ne insanin ton këto. Bëjmë gabim dhe nisem. Jo, nuk i e gabim. Ne këtu, Lutem. jo një dilem, është një dilem. Por ndryshe ne kjo është një hymje e çarshis këtu. Oni se mund shkoni në andi ama në këndi mund t'ipe njëri. Mund t'ipe. Boni që të boni Skënderbeun më e lini vetë. Ini ta vizitoni ka dënjerë. Mirë mbrëma, telespektator të nderuar dhe mirë se na keni ardhur në episodin e 13, numrin tim favorit në rulet të Natkastit po Quçka. Mirë mbroma e një për mje. Falënderi që po në ndiqni. Falënderi që ndani kohë për ne. Falënderi që na bëni subscribe në YouTube. Follow në TikTok, në Instagram, në Facebook. Facebook. Te ke tu zëri se të regjia. Regjia se së gjëtë. Alo. Do je. Shka ki? Së më përqohesh, ha? A, kene ta notë. A dhale se vin kanjoni pa boj. Më e bot madhe, kamerat nuk e shpata. Nuk dukeshte, vetëm rachet i kishte. Nuk duket natën. Tirë që kishte drita. Aksham insan.
Ishte një njeri normal, E, me gjyrë po, pak se më të erë. akuzën. Pigmentin e kishte më të erë. I pigmentuar. Ne nuk i na mësou, gostivar, shohim ashtu një, kështu që na duket interesant këtu, në qendër të Shkupit. Mirë më dha e pigmeni. Ju që po na ndiqni nga qendra e Shkupit dhe ju që po na ndiqni nga YouTube-i dhe ju që nuk na ndiqni ditën e diell në orën 21, i lutem futeni ke çuçka. Nuk jo më ka shtrëngosur. Është normale. Futeni ke çuçka të pik. Dale pik më ka dhe aty i keni të gjitha. Zanzi, ma ka dale me atë, Zanzi. Mos e trondën atë makiatos që ta shkon se atë shkumbimin. Jemi në qendër të Shkupit, Qashin e Shkupit, po. Shkupit. Rruga e kafiqeve. në Shkupin Dardan. Shkupi Dardan, Shkupi i vjetër, e në këtë kjo që është rruga e kafiqeve, ashtu? Nëse s'jam gabim. Nuk e di, ju e dini. Kjo është rruga e kafiqeve. Ashtu, ha? Pse e ka marrë emrin rruga e kafiqave, pse ka kafiqa? Se ma para s'kishte këto kafiqe, këto ishte një korridor i hapët, ama mas disa viteve unë ka merë të kalësit drejt, e ne u habita. U habita në mu bo qefi se ishte formoni një ambient shumë i bukur. Prej me të vërtet. cilës e ka marrë emrin edhe rruga. Po, O bë rruga e kafiqave. Po, i Parashtrohet shishtohet pyetja, si e ka pas emrin rruga para se me qonë me kafiqa? rruga pa kafiqe. Mund të se hina e ke rruga e vjetër e pa kafiqave. E po taj varet që ta thoshte. Ama kryesari janë qërëshin. Po, në qashi, bile, shoqim tha se kishim pas ankesa për tavolinat pse i kanë qitë, që bashkë atë një atmosfere fort. Unë pëlqeu shumë. Mendoj na për qytete autentike, si pona e Qarshijës, ne si na këto, po e na për Itali, na për Kroaci, na për Turqi, unë kom pa kështu vende vjetra historike ku ka kështu tavolina. Po ka. Mendoj i shërben paqes, pse të mos. Se më kjetën e Shkup, për shembull. Ka, Bashkë. festival nuk ka. Festival s'ka njerëz. I keq. Këto kishte njerëz, po kishte në turist, kishte e në luks të madh. Po ju thatë se jemi në qendër të Shkupit, unë para të patjetër kom të potencoj se Shkupi kishte di qendra. Di qendra. Po, njona ishte qendra ku nuk kishte kështu, vendese, i kishim përzon këto autenticitetet. Ashtu? Qendra ku rente ate Aleksandri Madh. Pala tjetër do të Me thosh. pala tjetër që na kishte asgjësuar atë vendin. E këto është pala ku su na asgjësojmë. Këto vendi ku rejtën Trejma, Qarsheja e vjetër. Këto vendi i Shulit. Këto vendi roket i Shuli. Sakicës. Hey! I supatës. Po si? Këto, shef, bizbize ina me njerëzit tonë. Po. Gëzoj fakti që me vërte është një vend i gjallë. Po. Si do të thomë. Me vërtem ma ka shumë mallin e Sarajevës. Jalla apo kam bë sajgi në Shkopë no. Po ja jam në telefonin në stall na kam. Pjaltoni telefon. Na Ç'ishte të thom, me iki. A punon ai telefoni? Po, Po voli lo, se jot jo. Për një telefonat Pret? important. Kemi edhe sot një telefonat. na duhet neve. Pret shofa punon? Punon ka, me. Punon? Punon. Nale, mo ashtu. Më hargjitin Më argjitet struja. Sajgi tha e u bon. Sajgi na bon e ne vazhdon të na bojnë. Përderi se jemi këtu. Ba kanë gjithë bashin e vendit me ndë. More bashkë i vendit me Vallej, Qarsheja nuk ishte qësh ama ne kina gjithë një qësh që këtu i na postavit. Si qushkat, ta bëjmë qushka lekun tonë, sot pin Shkop si e dham lafi. po. Ditën ishim na për qytet. Pi ditën sot e rokëm po. E rokën fort si të Qarshi. lodha pak. Ajo që më la për shtypje ishte se pak ma shumë se Tetova, Shkopi kishte ma shumë turist. Po normal. Nga viset më të ndryshme. Mama. Tha e Sajgi. 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 Sajgi, çka Oj jeni pagas. Po. Një deci do me sot. A keni Mr. Maskulo. Që vetëm juve Sajgi u mund, mos ma... Te ja e ke musha stallin aty. Po, qyti ato pindërshronkit. Përveç asaj që si ishim Tetov pam turist që neve na djegin sejt qofim turist, Po, s'padën i Shkopi son turist. kishte inson bajgji të trojeve të ndryshme, që ne si kishim hast mendoj në gostivaren e në Tetov, po do shofim qytete tjera do t'i hasim ato. Nuk besoj.
Nuk besoj për arsye se sipas informacioneve zyrtare, Shkupi e ka çarshien më të madhe mas Istanbulit. Sipas informatave jo zyrtare tha. Zyrtare. Sipas informatave zyrtare, çarshia e Shkupit është çarshia më e vjetër në Ballkan. Mas çarshies Grand Bazarit në Istanbul, pos asaj, çarshia e Shkupit është çarshia më e madhe në Ballkan. Ma e madhja, a? Duhet ta dish. A je i sigurt? Po, nuk jam i sigurt, i bindet jam. I bindet, a? Çarshia e Shkupit Dusha ta është më e testoj. madhe se çarshia e Sarajevos, E vërtet. ose çarshia e Prizrenit. Prizrenit, Gjakovës, Ku ka çarshia Ohrit. tjetër? Se në Ohri ka një çarshiçe. Do shkojmë dhe e vizitojmë, ndoshta. Çarshia e Shkupit është vajzje e madhe. Po, jo rastisht ka edhe turist më shumë. Ka e turist, po ka e monumente historike ma shumë se në qytetet tjera, mendoj unë. E kje, për shembull, pikundajnë këto dy qendrat që i tha Alini, e kje urën e Gurit. Ora e Gurit është falenderit shumë. A e përzive me do me sta? Rafsh. Rafsh. Faleminderit. A e shef me kitë, se në ndëpreu lafi. Më shefe, më e reklamojmë firmës. Ska reklam pa pare do të Alili. Mas telefonit pet një ujtë. E kishim fjallën, ora e Gurit, kalaja e Shkupit, çarsheja, nuk është vetëm çarsheja, po ka edhe shumë. Xhameja e Monument. Xhameja. Po, ka shumë xhameja. Pare si ishim ke xhameje Murat Pashës. Po. Pashtë, ke ujtin ku e pejtë. Ke xhameja ku dajnë diodhët? Po, në çarsheja atë Në midis. qendër, Në qendër. Qendër oti dost. Vallej, çarsheja unë sa e di ka një 8-9 xhameja. Nëse nuk jam gabim, mund t'jetë e ma shumë xhameja. Andi jo rastisht, jo ndo xhameja të vogla ama full ishin, i pëlqeva. Jo në do xhameja të gjetra bile mund të thom, mund t'jetë xhameja e Murat Sultan Muratit faktikisht. Xhameja e Sultan Muratit se ka di xhameja, Murat Pashës e në Sultan Murat. Sultan Murati, po. Xhameja e Sultan Ajo- Muratit mund t'jetë një ndër ma të vjetrat Macedoni, sipas mendimit tim, se është i ndërtot Sultan Murati ka rojt shekullin 15 i bie me 1400 nëse i thuna. Për 1500-ën shekullin 16. Për me një e 500 vjetë. Sultan Murati, buri tezës Skënderbeut. Buri tezë Skënder. E nishtje Skënderbeut faktikisht. Ja. Po do me thonë Sultan Murati ka erdhë në Shkup në çarshej para Skënderbeut. Mbi keq historia këtë e difton. Para Skënderbeut që tërkush e ka provë çarshë. Ka zëni erë këti, vlajt. Po, Ka zëni pak. Ka zëni vlajt pak. Si do qoftë. Afër së këti kësaj xhames Muratit ishte atë. Atë ishte? Po, me gjithë kalin. E si s'ka lidhje. Kishte kjo xhameja Vazhdo ka. Lila falë se ndërpremën. Si do qoftë, hupi. është fakti pa mohueshëm se çarshia është një produkt i perandorisë osmane. Faktikisht Po, çarshia, nëse ne urbanizimin thamë e se ka bërë. është çarshia më e vjetër në Ballkan, duhet ta dim se këtë çarshi e ka ndërtu perandoria osmane. E në këtë ato, ha? Po xhamejat, shumica e xhamejave kanë emrat e pashave të perandorisë osmane ose sultanave. Ta i duke e morë parasysh se shumica e xhamejave rejnë hala, e nepse disa thuhet se din i kanë zdru me vakët. Ka pas do termete, ka pas do zjarme ku e di unë qish, jon rindërtu, jon restauro xhamejat pisefte, në çarshi jon prezervu xhamejat, e ne jon funksionojnë sot e kësaj dite. Do me thonë, vetëm xhamejet kanë me të paprek. Nuk ka vetëm xhameja. A e kemi rujt ose a e kanë rujt shkupjanët çarshejën? E pikpitje. Sheftaj, Pikpitje, prandaj thash unë se vetëm xhamejet kanë me ashtu si ndërtoj, jo, po e kanë rujtat originaliteti, se tjera të sende me sa shofu ne o hek pak e ne abrip këto. Në për çarshej. Ka një dorë apri. Ka një dorë giljetër, një dorë apripi. Mund t'jetë do sebepe natyrore. Normal ka pasen e sebepe politike. Vlage mund t'jetë. Vlage. Ka një këshin, mileti. Kush ka mrej, ka vjetë, dë njoni ka 1 metër, dë njoni ka 1 kartë. Ka në këtë dire, gja më mund pëlqen personalisht. Jo, në shetën e këto do kaldërma. Jo në shrejtën e këto do kaldërma si kene. I kanë morë kaldërmat, i kanë qohë na për Sarajev, na për Itali, i kanë shetë. Biznisi mrekullueshëm është me ekip. Mendoj, pse më e bësh? Po, I mlet kaldërmat pa pare, e fiton tenderi,
i shtron kaldërmat e ne i shet plus. Ka djerë fiton, e na ajo është një profitabil një biznis, mendoj. Ka me ki këto informata. Këto janë informata të mrenshme. Ka një uri të përgjithshme. Pasi E ne lexon. lexon, Oj, knoshur. lexon, e kom pa shpesh. Hakasim, mundohena, sidomos për historinë. Jo njëri tip i Do me interesuar. thonë Perandoria Osmane prapën e këto ka qonë. Amo shëve se Ka kim pas duket kalon neve- një gisht. Na bën me hilen edhe këti. Gjitha i Skenderbej atë ki Atë ke Osmanlite. Gjitha Skenderbe, gjitha ja... Sa shpate Aleksandrit ishte monumenti Skenderbeu, që shpolen të gjitha Skenderbe. ebe që Apel që e pro- deri te shqiptarizmi, Skenderbeu nëse se bën tjerë matë mos se Aleksandri s'kini bo asni po. Po në Aleksandri pse? e në ajo e Ka joni. jena e jonë jo. Së ne diktojmë ai Kacollonë, është dhe thujmë të ne thujmë Joni, Bulgarët Joni, Grekët Joni, Nuk ka Macedoni lidhje Joni. ku është. Ajo është i jonë. Nashite. I jonë jo. Nashite. Shtaj mund të të vijë not, nuk vini not. E mu së mbini not, folet histori para erëson, do me thonë, nëse folim për Aleksandrit. Nëse nuk shqiptari i lirë ka qonë saklon. Ta i që Tash më shtë të thomë thonë. unë e te, nëse hipim kjo ajo tema i liro Nuk pelazke, hip, sa baj neve nuk na qëtë. Nuk në qëtë. Të fkasë e në sabaj. E në sabaj, jacëja që sa fkati, e në sabaj në dhe presë. Ma jeni ma fkel, ju, me këta, Aleksandra. Lifton një mu eksperiencën tuaj në qërshi. Me qëra fjalla, ne këtu jemi ke Studio Cafe. Studio Kafe, po. Studio Cafe në ka bo neve konok. Po, një faleminderimi veçant Agës Qarshejes, që na qollon me bishtin e se. Panderit, ako më në qëllosh tremët se mendojmë se Që na mundsoj bëjmë një neve. gabim. Na hape kablin e strujës, si se qëllit që i falemenderojmë, këtë ratë e kemi nderin dhe respektin. Odborin e kafes. Odborin e kafes, gazdarecën e kafes, ose Agës Qarshejes. Ti qëmë një selon për këtu, faleminderit shumë. Salavat të qofshin mbi. Apo jo vetëm kablin, po ja kemi zonë gjymësët e kafiqin. Po, ja kina nalë prometin, Allah. Dhe për ju të dashur miq dhe shok të quçkave që çuditën i Studio Cafe, dhe për ju gostivarlit të dashur është Studio Akon. Do me thonë, gazda i kësaj bone është prap Studio Akoni këtu, që e ka zaptot qendrën e Shkupit. Qendër, o ti dos. O ti dos. Mo ti thonte. Shkupit mi, Shkupit mit, e ne e ka mit. E ka mit, e ka hongër. pro, do me thonë këtu mund e ne pe një kafe e ne dilni sirat. Ashtu, o? Studio kafe e ka emri. Prandeki ambient, s'ka lidhje mund të kjetën e bager kafe. Ma e ka Do të se ka bagera mrenda. Unë ish bager kafe të me kamerën mund të ishë që si dalin dhe një siretë. Lafi fit. Ama me më pëlqen ambienti, pëlqen në ambienti, e në brenda në përjashta. Në vërtet një atmosferë shumë e këndshme. E ta e, ku jemi ke ambienti, ke atmosfera. Se, A, une kom eksperiencë, kom punon një 2 vjetë Shkup. po, I gjali ishë të eqën. Shumë. Mëson të tovë, punon, shkop, ne More- vetëm festival. Vallaj po, Vazhdo, vazhdo. ene, une kësho ambienti, prandi u habita be pares, jo rasisht, nuk kom pa. Në vërtet s'ka pas. Po te kur punojsh në Shkup nuk ishtë Nuk ishte be këto ishte kaldërma kishte ala. Si kishin shojt ala kaldër. je, mrapa, qeve, ne kur vim punojmë ka Shkupi këto, Eastgate, City Center, Po. City Mall, City. Ne si një qytetari thjesht, klase ullët punëtore, njerë von, poli kështu von, odhe në Shkup e dishim njerë ke Ramstari. E në këte spitali, si quhet? Spitali klinika, spitali përgjithshëm. Nën Tereza. Nën Tereza. Ta i na mëso njerë ke City Mall e në ke Eastgate-i. Një ke Eastgate-i ke në hap. U i na hap taj njerë ke Eastgate-i. Qonë ku të shkym ati që. Kjo është për ne privilegj që të vim Qarshej për shembull, se nuk na bin neve oda në Qarshej, këto gjilë pa ona nuk hapi. No. As sol dhe rache, së mbjullu Mund të vgjish tirqe. tirë që mund vëgjish. Mendoj është knaci, regjia. Knaci është për mu të shof me një vend që ka që shqiptar bashkë, të të kalësoj drejt. Moti sejt e mej nuk kishim pa që ka që milet full, vetëm na përpushime kur shkojmë që gëzohena e ne, ungjena mes njerëzve e ne, të ambientona, si dhe të tomë. E palit që mendon se nesër kur të ngrena atë plazh do të dalë. Po valle që qatë, bu tha shokve më duket vetveqja këse më kushadasin pushim jo. Sebe, kusho dasi? Pa qepe vla? Po që atë i ka kësho vendese. orientalizmat. Në Ksamil nuk ka kësho muhala dhe me kita, e folim ka të shprejti. Ndurs,
Ka ndur Kjerot e kuqe. ka prek torku e na. Prandi e tha mune në atë muhabetin. Mos ma zeni për të madhe taj. Nove, nuk e Historia atë e E thot. shofme se knoqesh pak kur e përmend. E ngjej vetë si Osmanlit. shpej. Si shpej në teme. Gjeri me një tursko kafe, o vlaçko. A mund të ti A ka mundësi një kafe turke? Vllajton, A mund t'i gjosh një tursko këti vllajtim? kafe turko. Ha? Të knoqe. Ene një turk vjeri. Mesme. E në një turk të vogël. Një turk të vogël. A din që kështë interesant një sen sot në përqërshej ditën kurec. Si, nuk vu njofti asnjë. Vërtet? Se kitë turisti. Si na njofin, kit do boja zeza, kit indian, afrikan, ca kishte kines, holandes, irlandes, do me thonë, Pika ishte Kit vaj pi qosheve ti Indije, njojë. ishte komplet ta. njoni ishte pi Pakistani, qetëri ishte pi Indije. Bravo. Komplet Pakar ta. pakar bëshin me. Dubai. Ai shtetë në Dubai, përti, metëm. Metëm me mint, more fol të shumë dushmon. Ai goj kishte biro. A nuk t'i vdojnë një tutorial? Tutorial nuk diftoj kësho si përdoret. Në software i How telefonit. to download and Ama na diftoj upload. tutorialin e jetës vet. Që shta? E kishte kom shëtet në 22 shtete në botë. 22.000. 22.000. Ka punon Shkop më azeni për Shkop. 22 shtete kishte shëtet në për botë, ka jetoj, ishte nomad njeriu. Shëtete me çantë të ndorë, Macedonia tham ka pëlqy ma shumë pikitve. Duket Bukaresht, të ka Po ta janë abon të qefin. Po pi Pakistani ishte me nuk ka rejt, o vlla. Pakistan. Se pakistanezët njifen si njerëz që nuk rejnë. No, me ka Ka pa ma- punohen e 6 muaj në Pakistan. Post studimit i ka bon Pakistan. Ateja e pave tha, I came here with the dirty clothes. And very special city. E kishte pëlqy Shkupin, e pejta cëllënon Shkupit e pëlqen ma shumë. Ku ka pa merë, kishte pa, e në Dubajnë e kishte pa. E kishte pa. E në për qishta, E tha nuk i ndaj. Sim këton, sim aton, tha të dia më duket ama nuk tjeshtë. politik bonte. Po taj, na bonte politik, as na bonte nuk e di, ama është një fakti real, se pike ore gurit atë ka një ndarje në Shkup. E ka një ndarje. Që ne e kina fol këtë shpesher, kështu, muhabete kafe, ama Ka një tromegja. ka një tromegja atë ajo ore gurit. Ore guri. Ne thujmë këndi Austria me spomenikat pi Stiropoli, këndi, Spomenika? ha. O, Me spomenika Kam bo Stirapole. njerëzi spomenika atje, kam bo pak si ma qytet pak ma të ri, ndërsa këtë e kanë donë pak ma si shkretir, Ka një sen. ama neve na konvenonin e kjo. Ka një sen jashtë shakaje se ato spomenika që janë pi Stirapolli, këto janë spomenikat përmendaret që janë shumë kanë originalitetin e kanë pesh. Cëllë. Këto, në Qarshej. Për dallim nga ato përmendaret, ato luanat e kalbët që i kanë vendohu atë. Këndis ka spomenika. Spomenika Leshi. Që shetë Mercedesa. Nuk ka spomenika, këndi ka monumente. To ka histori. Që spomeniku ke pati këndi. To ka histori. To ka historik, to ka... Nëse. Me kom të nisen spash, të pash. Nuk ka. Amam, gjame, kala, Kejsh... Kiti kje këto, e ne kejsh, e ne gjameja kje. e në ato me zvezdat i ke. E ne me zvezdat, në tromedje i kishin ato, po. Disa thujnë se që ishte ajo e Izraelit atë si ishte? Shenje No, holokostit. muzeum. Memorial, holocaust. Po thuhet se o muzeum. Qisto sojna. Ma hejnë ma thke. Që më i mafkel? Se të në nalin podcastin. Tri Palestinë. Ne ka puk në dushmanit e. Qite flamurit. Se kom, vin ketë. Këbe isha në gjanë, vetëm duhet një karpus që këto ta vëndojnë e të bëhet flamuri Palestinës. Inshallah, aj monumenti atë që i Muzeu Izraelit u boft ambasada e Palestinës në Shkop. Kujt i pëlqen, kujt si pëlqen, e ka puk, për jashtë për Facebookit. Nuk, Shkopi ka, e ne gjameja, e ne keshat gjetra ka Shkopi. Pa. Duhet të tina transparent për këtë qohë. E vërtet. Jo rastisht është krye qytet në Macedoni, nuk se Macedoni, po e ne ma para në histori, e ne mas Osmanlive, ne sërbët e kam përdor një periud shkurt si një qendër Po. perandoris atimve, ose qish kam pasa zaptimit atimve. Unë sa lexova pi në perandorinë e Car Dushanit të shpall Shkupi si krye qytet.
me thonë, i këtive territoreve. Po jo rasisht e në spomenikat e Cardushanit jon. Ka ona Kesti tjetër. rapollat? No, pikun shtofi i kam bo ato. Ama e kanë fejtën e ketë Josip Bagjerin një disa time. Po ama pa bagere kam fejta. Po nuk im bagjerin nuk. Ta e ku e di une? Po kam pas mundësej ta fesi, Josip sa e ka Bagjeri qenë bageristi Joni. fort ka qenë, sa e di Nuk une. ka qenë veprimtari Joni, ta dish, po se dun ato ta marrin për t'i që ajo qëtër muhabet. Qysh veprimtari e ka, Josip, vërtet? Ajo është Se di une. veprimtar, me Bagerist ka qenë? Nuk. Aliston. Nuk e di, po ja di ç'është, po që për zotin Shqiptar ti po ose ne. Ha? Shqiptar është. Abe, shqiptar është, ama qish ka vuat e shqiptar Shkrimtar, është. Ka plot shkrimtar. shqiptar e në... More nuk. E në Gjabranko është shqiptar. Shkrimtar. A, shkrimtar. Poet. Poet. Hop, ma Sheku tërthën e turkë. Kanë veç atë turkin e vogël si në zeka. Falnderit. Falni. A ka mundësi edhe plagej, se me njerë se më të Po, me vlas që jo. Nishin e narë bakshis e minus ku nga. Me njëherë. Së përlani. Faleminderit shumë. Pagesën gonjajnë e për këto 3 tavolinat që sunë gjithë asë një se betjushot. Po. herë Ate tretë. pagun. Ane, Spo, generaj, glavni i čučkave, si je tu. Gazda. E more tonde. Ne rahat. E po shkupit mi, tu as ti dash. Duhet seket e në kjo. Se folëm epizodën e kalon, Tetov ka biznismena. Po. Lavska. Tërgovac. Dhe me thonë, tërgovec po e dinet. Aha. Si shkop, nuk bon nona. Qishtë në kupton të me këtë Në nënkuptoj shitës, trektar. Njo i kje në Qarshenj, ka pali Qarshenj në Istanbul, ditit i kje në Shkop. Po. Ekspert për të shetë. Njeriu ta shet kafën mjedis podcastit, tani ti merr pare. Ku ke pati kështu? Po, ai ta gjen momentin se ti su ne refuzojsh. Aftësia jo. More refuzoj, po kisha pare, kisha pare të shepre të si ne E refuzoj. të jeni parë. E në unë, jo një parë Par trektari. trektari. Tërgovec po e dinet, të për e konfirmo. Do elli a kështu? Të për. Ta pa. Të për. Si di si i thunë Shqip, tej, Josip Bageri, shkrimtar, e din si i thunë Shqip, unë se di si i thunë Shqip. Tërgovec po e dinet. Tregtar, No, po e di. Vetana. Ta vë. Nuk e di si i thon. vëdë. Nejse, Nuk jam i sferës. Turska? Po, i lumë shindurët, kush do që i ta kjetë, bo, Filxhoni. E di, ka njërës që se përqinta i të një aki tur që ljubim pen kafe tursko. Unë e pej, Qa nuk kene mund një të lovi cigare nga dhe të këshonjes? mpej. A të shion Turska e në Qarshi? Po. Mendoj, është turska e me parë në Qerja qashe. venat kësullën e sultanit këti. Ne mora, Nuk është pa qeter. nuk është pa qeter, kësullën e sultan. Ku betëm në regjia, muhabetin e qëllër? Vallaj, drejt të ditoj duke në E hupe kontrollën. Shumë njerës, po vërtet Shumë njerëz ka, e vërtetën se shumë Folshim për trektin. Ha, por Tregtia. Para trektia folshim qysh folshim për darjen e Shkupit. Se ne, Tojnë ai, pit pazari. Bit pazarin. mendoj Bit qarshejo pazar. pit pazari. Vetëm nonën e babës në gjosh atim. Kit, kur thom kit. Ata që e din e din. Unë ko merë shpesh në bitë pazar. E ko ma shto ponën. Trektar, prap dhe vim ke ponë e trektijes. I kje kit, nonën babën se kja, ma gjëra qera, pi plastike, pi nailoni, pi tekstili, kit i Qa kje kene bitë një pazar. bapi plastike mund të të mëjnë. Baf me bateria. Me baterie. Qishtu shëtoj të Lila për ndarjen? Për darjen ne kina diskuto shpesh. Faktikisht Shkupin modern e kina e në Shkupin Abstrakt. nuk abstrakt, oriental. Më thonë qarsheja ose Shkupin original, unë dhe kësha thonë. Prit pak, se i thon modern, ajo është barok style. ajo është hajdut Ajo, style. bajrok, Nuk o barok style. Skopjet vejla di që tërna e sta. Na dojgjën paret e taks paguesve e ne vëndon fasada pistiropolli. Paramendo ti. Po, gazda, rejra. Paramendo, dë bësh stilin barok në 2020-ën, ose 2014-ën. Tu qënë të bësh modernizëm, për mu dhe kështë Po, qënë... a gjejon njerëzit me shkollë, a gjejon njerëzit që nën punësit e shtetit si pona jot. Këton i kanë lonë e snafët, i kanë lonë kështu. E snafët si unë e si pëndën i kafe tursko, si e bon tregtijen me gjesë këto. gjesë. Këto nuk ka alësh verësh, pazar lek mund bësh. A gje i kje e vënëjat,
T-Mobile Telekomin, ato që nuk pëjsi. No, ato klizaçit lishonin e s'ke ku xhalitesh. Ne mash pravo na zhallba shkruan ke letra ato. Kur vin Po, studia. këto mundesh në xhalitesh, në kupton e s'na. Gjej rastin e në ti përshëndes gjithë këto. Sa diqane mund t'kjetë këto në qasheve, vla? Te si e snap share kështu. Mendoj për minimi ka sa glom. To, a? Po. Që mund t'jetë e numri shumë i vogël. Ashtu, a? Po. Mendimin personal, tu e morë parasysh se që me e morë me bitë pazarin sa tezga ka, 10.000 ka. Me gjithë tezga. Bajgji ka, këto veprimtarit ndryshme ka. Jo, rastësisht. Shkopi është që kështu si është. Ta e për ne është një krye qytet Macedoni, ama ne duhet ta cekim se është një qendër tregtare për viteve i Macedonie. Krye qytetet tjera në Macedoni vin furnizohen në Shkup. Me thonë, magazinet ma të mdoja, tregtia ma e madhe, miljeti ma i madh. Jon këtu. Posa saj, duhet ceket se fakultetet ma të mdoja. Normal. I kemi në Shkup. Shumë e vërtet. Shqyqir zotit që i kina në një disan të to, i kina ma apër, ma fakultetet ma të vjetra në qytetit i kina në Shkup. Student ma shumë ka Shkupi, pi krejt Macedonisë. Edhe kështu si po në këti që kam punu ka 6 muaj Shkup. Ka 6 muaj VD ushtrues detyre që kanë në këto ka Shkupi. Njërsa ta morin vendimin e punës. Ti vjetë komponohu me kontratë pa vendim, zot nej. Njërsa dula më qasi tash filmu. nuk jom nga vë. Ka maj burek na për zyra. Sa i kjeqa. Është sa i pashtërije. Ashtu thuesht e një vakët. Ai që e ka thonë. Ai që e kina mërit bëna Ministri e Burek. Ministri e Bureku. Nuk e kom thonë une, e gjeta në mesin tuaj. Nuk e kom shpikun këtë më abetin. Si do qo? Vend që të është kom pas një vlla që ka punu ka dhoni kontributka. Këto kontributka, përsi kontributka pule, ka dhonë. Te i thov ka punon Ministrinë e Bureku. Turp të kesh. Me, më të të vje i notit. Nuk më vini i notën e Burekun që e kom qo. E kom qo me patriotizëm. E pas ka qo? E ke qo? Si nuk e kom qo? Përsi? Historia përsëritet. Ai që nuk merr mësim për historisë. Po, burek. Ama vaktet të ndrojnë? Vaktet Me a burekun. Vetëm e ndroj shiet, me klopir, me gjis, me mi. Me spinaç. Dhe vije vakti që da a burekun, ta mani mend. O, premtim para elektoral. Që 25 vjetë. I jeti ma vjetër. Po ka dale se 36 komu, më dëshir ta burek për ti vjeç. Se të mos. Kujdes të ke Bureku, ma jeni ka politika, se dhe vukas mi... Te fkatit cëllën dush. Ma, Cëllën dush. ma, Valle cëllën dush fkat. ma se shkupit mi. More fkate, Kate do t'ja qësim fallin e nati. fkate lirisht. Ta A vkas, kje do një të fkat? unë e kom një gazetar të pa sjellshëm, i pa edukuar. Me thënë nuk ka peris në gojë. Kësho ekstremist? A o shkupja? Shkupjana. Mund të më shkoj menja për cëllën e kje lafë. E ju e dini se më shef një shpesh. Ka vkas telefon. Në e telefon. Allo? Kushon telefon? Është i madhi. është i madhi. Ha hecë që këto në qashet pëjmë ka një kafe Tursko. Dro dhe plase dishmoni. Se di, kasin e në telefon ama nuk e qitë. Sallë më thoj se e ka thejrat, ha? Po. Thoj në vije. Ajo, sinonimi shkopit për ne. Në vine. Sigur ti e? Allaj në vine. Moment, erë. Ajde. Ajde. Hajde mërse erdhe, vla. Urdhoni. Nemen zi plac. Urdhroni. Am theret. Se me vla kësho? Am theret. Po? Unë nuk e tisha të t'kallëzitri. Kishim e në do ponë, dërështë të pëjmë Tursko, që kina fkat të qesim fallen e të. Shka thënë? Jo, këti kallëzoj ma shumë. Vlada, atë bjerë. Shumë një sen të rakto, me bagero. Që unë do të falimderit njerë që erdhe që i dajte kapët. Jo, falimderit ti që erës unë këtu jam. Ska lidhja tërë mirë se të gjetëm. Ma beti ishte kështu, të një gjatë e ka. Në gjoj. Ki në talën mu se unë kom bajt burek, ku e di qish,
pas kom punu këtu në Shkup, kom bajt burekun, Ministri e burekut, vërci mërci. Te je gazetar, neutral, e di se je në këtë prizëm je shumë i pre, e në shumë ekstrem. Fjalë miradije për të që më e në No. Që të dalë këtë tema me njerë. Osh ma mirë, barem ta majsh burekun, ose ish ma e kisherën. Si thote? Full drejt. Jo, për të dion të shumë. Baret, nëse fora ai bureku piqet në forë haram nuk dhe ha as një herë. Halal ti jetë Bureku o burek. Po, nuk ka lidhje, bureku o burek. Nëse ha e to halal. Edhe nëse je unë. Nëse e unë, vdes pi unë të e nuk e ha atë Po burek. haramo me lanë vetën e bakish. Dhe ja ha, hadisin dhe ha. Fuki, Nuk e ha burek. Fuki, lutem, bono i sinqert e në kallëzy shqyshit tonë se qëtër erë ka pas bureku ma para, e në ndrejshë i vine era. Qere. Që të ra ka pas burek, tash ka kaviar, ama suni mori nere. A i more vesh? Po, të e Juani burek dhe kush han kaviar, atë do në të atë. Ama ne në erën e bureku së ne heki. Ja, probleme. Shqyqyr që keni arë qashi, sta ju dëgjova e keni pa dalimin, kështu që... Unë nuk e di këto që shkan folë për qërshejen, do shta ja kanë huq të një sens se këto nuk ose kanë shumë informata. Ja fejsi Qarë sa kimi? Ba kina ba, nuk kina pa hiq informata faktikisht për qarshejen, edhe ne. Din. Nëse kini diçka të paqartë, mund të apet një njëri unë. Po, amane, unë i boj pyke. Nuk, A vete, unë të varet kujt i bje topka. duke e morë parasysh se, si thashen e ma herët, se është qarsheja o e ndërtojt për perandorisë Osmane, unë e paka shumë regjimin e atin veti, e ne mund e di, e ne si funksionon qarsheja. Për shembull, në Turqi ku shkoj unë a gjetë gjimall, sirkegjit, atakale, si quhet ajo. A gje ka, në me thonë, mbledhje bëjnë e snafat e qarshejes. Ere duhet t'jetë një si një kryetari e snapave, baba e snapave si i thujnë ato, glavni e snap. Besoj se në këto duhet t'jetë ke qarsheja, kryesori e snapave si është. E për shembull që shpërqiu e në ma shumë në këtë rast, ke kjo rruga e kafiqave. Alkohol nuk shetet. Se di, se di unë shumicën e kafëve ja. Jo shumicën e kafeve, kjo rruga fix ku jemi ne, ta e si quhet rruga e kafiqave, alkoholi është indalo. E snapi glavni si është e përshëndesim kushdo që ti e, ka morë vendimin se ke kjo muhalla alkohol nuk dëshete. E ne këto nuk shetesh, ka shef njeri u pishkopi o nuk e dit. Ju duhet mutëm fkat një linja. Brako ma betleri. Jo, po në vendimi mirë. E vërtet është mund t'i pesish këto qarshes. Ka pas pa probleme të shumë pse vëzën rrumuno zën e krejt. Amoni zën e krejt, veç të këtë gjallni, se realisht qarshia pak vdek, s'kesh kur gjall. Ta shë shifni, ka gjallni, sen, a zën rruga, po shka të bëhe kapja, dhe zën rrugën. Ta i le zone, insoni dhe zone rrugën, mas paku nuk dhe zone dhe një izluk, dhe një barak të rrugën, dhe zone, insoni rrugën. Potencialen rritje ekonomike ka pas qarshia, dhe me thonë me këtë projekt. E, në me si ka lutë sot, a pat ma shumë turista, a ma shumë shqiptarë? Drejt të të kalzoj, në qarshi kom pa shumë turista sot. Shumë turista kom pa në qarshi. Pa, zote, që ka menon me kryen tonë, shumë pse vinë? Shef, Shkup nuk thonë pse vinë. A pse vinë? Po vinë se ka pse të vinë. Po pse? Po ka miljet, ka monumente historike, ka... Cilët be... Po kini, beqish nuk që ate kini, Aleksandrin e Matë. Nuk o Aleksandrin. Zyrtarisht o ushtarin kali. Që për ushtarin e me kalë. Ajo leka i moth, ti dajmë do ponë. Me që rafë qala, ka mund se këti i shëshitim që ka zysh pak onën qëtër, se si funksionon. Se sa në zorti nga ka ona qëtër, Allah. Se kim duket se vetëm këtë ponën e esnave. Shkom ka goja të Nuk e vdish, ti mora ta morish vesh. A në ku që shtu gjithë? Automatike ka. Qënja ditra vjetë. Qënja ditra vjetë. Pikur bureku me mish u bo me gjis, erën e mishit su në mërë. Kalzujve pak se së më beson. Kalzujve vla. Se di bes në alon me dole nej. No, a e gjon. Alon ku filin. A e gjon. Se di. Shkopi, në Macedoni, është Paris për ne. Folim për ne Ngostivarsi. Okej. Baklava.
Ne e kina gjimi e baklava. Dine gjim, baklavën t'kesh. Orën e gurit su ne qojun në Gostiva. Gjamejen e Murat Pashës su ne vështoj. Vardari pikuvi. Pse me vnu në urë nëse ju më nalë një vardarin atje? Ta i A ke nes... thonë të fushat se... Dhe qojshi mama. A e dinte se Ra vlada, su ne qojnë vardar. Su në bom kryetar komune. e di se me unë dalë Vardari këto në gjitet Shkupi nuk dahet mama ti qëtë. Të me thonë kitë ne e bëjmë me lafja që. Nuk besoj, no, Shkupi është Volën te. qyteti ma i mos Macedoni. Është, e ne me... Kështu, 70% geografikisht edhe populatifikisht. Në me thonë nëse Macedonia ka 2 milion njerës, 1 milion njën Shkup, 1 milion njën të tjerit. 1 milion është 500.000, 1 milion 3.000. Janë shpras ke që qira mund. Zakonisht, kur hajnë fucking kuadër, njerëzit ose bashkëbiseduesit hajnë në siklet, ju pse s'hajnë në siklet? Se unë s'kom vjet pare. Aso s'kom vjetë. Sa konë funksion as S'kom ongër as bureka, as me mish, as me gjis. Vëte, a di se kryeministri hinë siklet kur i dirë ki për para. Baba, e naj, ka ongër burek në ati? Ka ongër e ministri, se cëlli që i vinë rroga, nuk se cëlli. Pa tjetër që dhe tjetën e njërës ndershëm për jashtim Gjermani. Nuk Gjermani, e këto kene, se tjetë ashtu ndalet, nuk vërtejt e dinjoja, ka në njërës medh. Po, mos Pa dyshim. Marene në pushtetin e jashtë pushtetit, ka njërës që e han burekun me hak, po ura punon halal, e me ke ato. Ama, taj fakti Në i... po të Shkupit. Ti vjen për shumë më knosh në qarëshi të imponon tema e politikës. Suni i. Kaj nuk ose qarësheja e që shapka jot, e imponon temën e politikës, edhe... No, ju janë nesët mu më thërë, të s'kesh këto. Po. Si ishi ma merë të folë për xhamejat, i bët politikën e thejrëm njerën telefon. Allah. Po pse për vla na feti shumë situata vëshira në? Aj fejti situata. Veti, Si be vetë? Aj s'ka punu 10 vjetë në Shkup. Po me unë ta dhash një opinionin tim, një sikletin tim që e kum Që pas. to probleme, si ti jepsh opinion, Në me mendim, në mora opinion. ish me broda. Trej trokët unë, ha? Once met, jo. Si be vla? Po shaj, presa shtu, dritë, student, mos për na... Kju ti zemi plata, e në rej që është si parazit. Dhe maj plata. E në çdo buhet me ne, dhe vinë ato për indije, Po e pasi taj, për që shumë. po në vimbe nuk ka problem, Pa, ama. se s'kena... Na po i, kema edhe të vinë, do të me jetu edhe këtu dikon, që nga shtu. E në këto duhet punohet. Nuk më duket mu pone me ekqim. Po lesa në dale. Po ko qet. a do të thejrën, Allah, unë me tej për ti që Abe, do të thejrën. kena ke Shkopin e prap. Haj, kemi. A të shkoj? Ina se ina Shkop, nuk krej. S'kje ku qysh. Erdhe se erdhe, unë du të mi fesi siklet, pa. Po shtit, Atë ma këllaj e Du tango. Oni urdhno, ish pa problem, ish. Nuk i dhnohen për zotin, te mund... Ish, oni si ko mongur burekun e ha me mi. Ne, ha, halal. Ish, Te një mamaj. lirisht. S'kom që ishte to me non sho që kom. Burek me gjis o të hongër për Që moment. kjo neve e në mos ka... pa- A bëdesh leve se shë që ka në vëdesh. Sho që Po kom. be las, ka shok. No, be, nuk është ashtu. Adrina, Unë e baj. Abe për hatër, për hatër. Hatri neve na ka hongër shpejtë. Ja, jo, sinqerisht, gostivari duhet më konë pak mas qella. Kur jeni në studio besoj, gostivari jeni mara hatë, të knashe sene, ka një farë tensioni. Shkupi, t'imponohet, edhe mos më ardhë unë t'imponohet si tem. Po, kalon dikush, ta shtërën një fjane e sen, bali hava, se qështu. Po, e në të pjara qine kallesh me një. Da marri se ilë. Unë që dita, ki thot të atiri një shkupjanë, o bruda, jara qina si më, da 7 vete, jara, s'kena të bojmë kur qove shkupi. Për drejshë kim çuditi me faktin se ishte një përzirje shumë interesante. Regjia. hajde që përësit. I lindur në Raqin, i rritur në Asambek, ta shetë në Nizbek. Mërvesh, kjo eksperiment biologjik, vla. Mos shaki. Pra ne ikën miletit ljakë. Vetëm nem duke se të sheshim me këtë. Vetëm nem duke se të sheshim me këtë. Në utroka të kom frejk më e kjesh me vete. Më vind na hapsisi. Të hinë se kam. me kom, Allah. Këti me le, pa le, më pe keq jetë, më në një special që këto neve Ke shtet një murë vesh se kom me le, ke këshirë kënej. Elbet, Ishtë alë pa ikën në mje këto për të kënë të ka më breku.
A bëbe ti bëj një pyetje serioze Furkanit si intervistë. Lafim figurë, dërojsh ma shumë. Intervistoj. Më me vërtet, sinqerisht e ka. Si është, më thënë, si është ndjenja ti është gazetar në këtë kohë të vështirë, këtë situatë politike, që të kje punë me politikë, normal. Në si është ajo ndjenja që përjeton? S'kam punë me politikë. Politika ka hinë jetën e çdo qytetarit dhe unë jam i detyruar me përzi politikën kur mundohem me zgjidh një rast. Është shumë e thjeshtë. E dyta, nuk është që sot apo keq. Keq është që sa ku unë sa e moj, me nuk keq. Po mirë. Prej të greshke, qetri, kë, nuk është që ka shumë dallim. Ama ekziston një periudhë ku kriju percepcion se ma mirë jena. A kupton, ndodhi NATO, ndodhi që veshin do lider të huj këtu në Shkup, që shtu si është shkina aty Gostivari, u kriju percepcion se, ama mendoj që vesh percepcion ke. Percepcion. A kështu jena mësume. Jam mësuar. Nuk ka që... Jeshta vetë, ngreje, sa ba kap mikrofonin. Po jo veç unë jam mësuar. Ne kjo çuçk. Kjo çuçk me shkollë, ama. Kjo çuçk me shkollë, ki ka drejt bën e çuçkallëç. Ne nxjes bëj. Pa fiskalla. Pa fiskalla bën çuçka. Ki me fiskalla bën A çuçkallëç. do të ta thjeshtoj pak pyetjen e Adis. Sa rond do ti jesh gazetar, këtë vaket dhe të më bëjsh reklama. E ne më hash burek me mish. Ose më qojsh burek me mish. Bëjsh, ajo tjetër pyetje. A do të ta thote subkonscienca e ti me po. Sunë elaboroj ma vetë. Nëse bë unë i rash pak më si përfaqësisht ai. Ma politiki. Edhe reklamat janë pjesë e punës, ama nuk... Zëllët reklam. Na herë nuk shkojnë në natyrën e punës që ne e bëjmë. Se e din, një reklam tani nisin muhabete, se veç mo ka muhabete. Pale që janë të folë, na që jena ullë qëto, dhe nuk është që jena qendra e botës, ama qojna pluan shumë. Do bled. Pyetja që le ta kishte pas tjefta besën çdo shikues. Kush pagon ta? Momentalisht media amerikanë dhe edhe evropiane. Që s'kam nevoj për reklama. E ka pa pare. Ne do në ta di. Dinori si jap. Porë qëllit e këta se jam lejnë. Barëm ju këshirë dikosh. Të ata qirë, qërë që fa logike, i borin parë të reklama, i blek klikat lirë. S'ka efekt. Barëm juve ju këshirën. Rash, falënderit, është privilegj të lafet të njën pi Fukit. Shumë me jetë e bo tjefta. Be, më e nalë që kamerën. Si të ma presh një gojë një të ti. Ti pistifa, stakfirullah. Po që shkini be Si vlazë? do qëftë, a mund të ndërën tema. Ndërhyr. Por fol, për formula. Që shkom dash di. Për interin pëjtë. As për interin. Dhe si një shkupja. I rejt, Aracinali. si një Araqinali. Qëte e në Araqina, Shkoposh nuk është në Veles. Po majë, ne? Okej. Kese Shkupit është. Pjesë e shkupi ma kena qef unik shumë. Kupi o pjesë Aracin. E zojmë se është ashtu. Si njiftë një Gostivarliti? E bashkë më interesant. Një pyetje shpirtërore, pak jashtë politikës, bureku. Di vallaj, registrimin që për shembull me Dalin kur jam në njoftuar, po çe jena politika i të. S'ke pas ma herë dhe në shok për Gostivarin? Po, po ndroni pak seksin kur vini këne. Ndroni, ai se çe ata atje. A i Shkupjan është. A shkupja? Para se të keva nuk me Gostivarli është, ama e naj, thot mo. Thuhet se Bletja e ka shmik si mit pagaç. Po, s'ka në di. Eksperiencë kështu të keq, në aspekt lëzon me Gostivarlis kom pas zërtar. Asnjëherë, edhe kur kena bëu kështu tema bëjë nxehta, edhe në atë pjesë nuk po të kena pas eksperiencë. Nuk se ne jena të brullshëm ose Gostivari ma para ka qenë doni thuni i njofshet për butësim për mikpritjen, ta i për Jo me dhe tash. ta i për shkeljet e ligjit. Në ligjbërje. Po thirr dikush. Edhe atë me video. Numër Zvicër është. Mota. Që edhe me se Svicër, Hajde këtë episod tem. Se të mos. Hajde ta shohim bashkë. E ndali. Shpendi vlajem, katën të lymë dota. Nuk e din se në që i gëmësës. që jo dale. E po a do të shkëshpir do të? Nuk. Me reala, njën sa va. Qeku e kemë, kanë i mundi lavë. E shumë probleme me bëllë qëtë për para kamerës, në shnarën e disë, Te i fol para kamerës, si që nuk ka problem folin para kamerës, une si një Gostivarli komerës dë Shkop. E në du ta di, qish ka Shkopi, gjojat ma të njofshta në Shkop. Dhe me thonë, pse një njëri vinë Shkop këto?
Ko e di, çka më thon, për çfarë më ta bona pyetëm ti para se të më vetë mu. Tash a çuditësh pse po veç atë shumë turista në shkollë. Po, u çudita. Ne po. Realisht, E na e çudit. se po dhe të çuditë. Po, u çudita se unë s'kom qenë srej këto une. Po mirë, ma pritëm e pa çka shumë turist. Jo. Se sot për një merë, edhe unë nuk është që ndalë shumë, po kish pas turista. A në tej si unë nuk del shumë. Jo, ku me da, Nuk del, nuk del. Jo, me dihet, sa do që vendosë stiroporën, sa do që mundohet me projekte. Me s'pëmi një kaljeshi. Me projekte 2014 shuhet historia 1900 hajt. Jo, shemë nuk dihet, edhe nëse hinë Google, seni pas që dush me pa në Shkup, dihet se është qashie, nuk mund është kaloja e Shkupit. Janë sene që nuk evitona, nëse do me ndjej kështu jetën e vërtet Shkup janë dhe pa qeter e ki me shku ka Shkupi vjetër, qajir janë e. Edhe nëse do ma më burek të vjetë, e ki pa qeter me shku anë e. Po ka egzistu një farë, tash seriosisht që më fund, ka egzistu një propaganda ashpër ndaj kësaj pjese, për shembull një familjarë, një shokit tëm, vjen për aeroporti, ka pasaport daneze, hyp takse, i thot, qëmë ka qashia, edhen? I thot, jo, mos shko atje taksisti, mos e rrezik, të vjedhin, ko i di qka. Ka egzistu kjo propagandë. Për shembull, nëse hinë në për travel foruma, mos shkoni andej, ka sulme, egziston kjo propaganda, ma në peshet. Shumica e vizitorëve këto janë turiste, nuk është që ju mungon najse, kështu që nëse do me ndje Shkupin e vërtet e ki pa qitet vesh të Shkupi, i vjetën, të qarshia, normal, ka pjesë, tash, kur vjen dikush do me pa dhe pjesën e rejtë qytetit, normal, edhe atje ki shka shep, por nuk ka mungu pak, shqyru unë gjallë pak me këtë rrugë, ka mungu pak, si me thonë, kjo jetë e qarshis, një periudë unë dalë komplet, nuk e di s'kemi pas, s'ke pas ku me dalë. Ti është do të rosh me medalë andje, po nuk ndjesh me komod drejt që janë. Nuk je me komod, po kallëzojme se pjasa. Ndër ato kërstat dreshat e kërstin. Jo, kallëzojme se pjasa. S'kena problem me religionë, si cili e ka vetën. Se kena problem, ama ndrej shoku rrejnë vendin tonë këto. I ke njerëzit tu Ama një sajnë ndryshe, kur të shkosh dikush mirë me dasht ata që t'jesh atje. Po. Edhe qaja e krijon pak, po e dijat, ama përgjithësi zdin. Me pak beknaqem në qe këshire, një rrugit, një kafe, qaja, nuk lipim shumë. Çu knaqen e italian. Po çka kanë ato ma shumë se ne? Ma gjatë që. Bekatonkat. Na pa të shkurt. Shkove të italiantë. Po ne kanë marrë kalderë, ma. Merë pi Gostivari, merë pi Shkopi qo. Ke mualla e asaj, si që është ajo si ja ka fuk Mendili? Romeo e në Julieta. Verona. Po e na gjej ka qo kalderë. Po që, jemi bo Tja shtrojnë bafqen e Veronët. Ja. Dhe një lazonjarë për këto. Ka thonë unë dhe tja shtrojnë bafqen asaj. Te Montekit atje, tani janë i dhlull kapoletit edhe kanë thonë hajde edhe pi Shkupi, sepse vesh dhe pi Gostivari. Ma kvalitet të ma tjetra ja. Jo, seriozisht, është dëmtuar. Bajge, pjesa autentike e qarshis, po prap njerëzit be e bojnë, se qëta janë, gjenerat mas gjenerate qëta janë shkupian që janë Pa fali i parës, qarshia mero, po ka një dora brik. Ka një tjetë me një lepak. Jo me sila, qmendim kjeti. Nuk kam unë asë një lepak dështë, do të thësh. Asë një mendim, se shumë temë serioze në shumë dobet i njëp, të kam svetë dhe. Ajo të rokë kitë kara. Qarshia miro. Mirë, super. Sheva i s'jo bo. Obe ka hod kitë si më fotjele Për dhe. qemë unë jam knat, pra vëlla jem. Seriozisht e knat? E snafski e rejtë, falë dhe i bilde. Timpe, unë jam Qyra, knat. përshef, dyqana plot lirë ka, në dyqan të këto, bro, ma Gostivar. Dha është zoti, ka nëse dalë, mund ka dalë. thot, dim këtu, e qelim Ana një jep le. Të vapim një diqan, qështë të punësh? E ka ki profesionist. Qështë do punoj unë, 25 vjetë telefon zi. Sa marrë dhe qepe. Uj, do isha bo një kundra-gji, ose një terzi. Vallaj bile, që këto na për qarshi, unë se e kom marrë vesh ka në zanatëshi shumë vjetër. Dhe kisha erë njerë, dhe kisha punoh qirak. Nuk e ki Hans Passion, Hans Moshën. Si be se kom as passion, dhe kisha erë, dhe kisha mësoh, dhe kisha marrë zanati, se këto me ki. Me likor Nëse nuk qak, jo nga gabim, to ka zanatëshi për mi 100 vjetë. Ka, Do me thonë që bëjnë kështu gjoja autentike, qoftë që se unë thom terzi, kundra-gji, berberat më i përmes, si po eski berberat jonë këto, ose e din kështu. Ka da me berbera, se nuk ka eksperiencë mirë me berbera, televizionat që të rrugë. Sta qenë me atë e mira. Si do qoftë kush do të morë, pa ishje për berbera.
Ai do të dalë, ai atë do të dalë. Do të more pajisje për berbera. Mund shkone ke bini profesional, në të top mund furnizohet me pajisje berberistike. Po ashtu edhe kozmetik mushki ose zhenski, mund qita shpëta që bëjnë, ke bini profesional. Ta është atë kjo mushtëri rregull se i kanë dalë flok, kështu që... Po. Edhe pak blejnë atë. Unë vetëm e suportoj këtë rasti sa gjetë. Sponsorët e kësaj sezoni kitë kundër Alizit. Po. Agora Shko ka marrë sponsor. no, ina se ina në qarshek këto apër e kina e në Vatan Medit. Izateka ato doktorë. Izateka doktorat për rode. Berber, këto shivëndim flok, ka marrë sponsor, kiti kam letë shumë për vetë. Po ta e qishtë bëjmë? Urdhno, Rëskun, ta e paj në pareku. skena për ju. Ina se ina në qarshek, ja vlen ta ti bëjmë fala njëherë krejt stafit të Vatan Medit, që është afër këtu në Qarshej, si tujnë ati vendit. Atëri i shtremet e Qarshëja është. Qarshëja u shtremët, prej tre në u shtremët që drejton. Kena pas vogë atëherë kur e kena ndrejq. Na, Si qish s'ka pas? s'kena mujtën me... S'ka pas qasje, o lëshk. Ta i kini qasje. Ta i kina Më pak. lejoni të turi një dy vargje të bukura ndaj Vatan Medit. Të shëndesim njerë krejt stafin e Vatan Medit. Faleminderimi veçantë shkon për Vatan Medin për lukun ti. Doktorët në pansoj të tanë shumë forti, ja e në një përëp të bësh, javën tjetër, do shkëm të bëjmë në një përëp. Po ashtu e në ju, telespektator të ndëruar, kush do të bëj le fjok, bos le frizur. Po ashtu e në vjekët, mund shkone që këto afër Qarshejës o Vatan Medit. Mund të konsultohen pa pare, e në shofin a mund bëhen si unë, a dun të njesin si Adisi. Ju faleminderit shumë. A ki edhe një sponsor tjetër? Një kupe, një kamore, ka sponsor. Dhe nisem për rodha, për likor, Për roza kina Liridona Deralla që e kina ne pingostivar ka bo një Qish ka bo? shablon që esim to të i. Shablon për rodha? Shablon për rodha, për akne, ku e di unë qish ishte. I kom shkrujt se nuk jom profesionist ke këto gjojat une, ama biofiler për rodha. Me siguri ato që e bojnë e din që është biofileri për rodha. Duhet shkoj unë. Akne dhe pika të zeza, pigment dhe shenja post aknesh, pore të zgjeruara, vena të tukshme ke komët, e din si bojnë do dhia në për komët, sidomos ato që janë pak ma mushta, bojt ajo. Kush do t'i heke venët ke komët, ose pore të zgjeruara. La Coca është profesioniste ke pone e asaj, faktikisht ke pone lëkurës, ajo i din e ne i bon këtë gjojët. Ka qenë një klinik shumë të bukur në Gostiva, afër midis xhame saatit e në importanes, ke ajo u dhe kino si i thujmë ne, bon shërime të lëkurës, dhe me thonë kush ka probleme dermatologjike. E në që këto si përmenda parës, që ishin pigmente dhe shenja post akne, mund shkone ta vizitone Liridona Derallën, e në qëndoshet agje në mënyrë natyrale. Ashtu, a mundet me këtë pigmentin të bëhem arap? Nuk mund bësh arap, Se dhe një Uganda. se arapët kanë fjok. Arap qenë, E në unë s'kom pa arap qetë. jo, Arap kina ala. qetë. Me vërteba kini pa jo arap qetë. Nuk ka dal ma bjeti kot lesh arapi, o bo pona. Dhe ishte do të ishin ja qenë arapi, o bo pona. E tej, bez ma bjeti di to. Me se me... Më se goca, mohë. Vlak! Fercolung Logistik AG. Të gjithë ato të cilët dun transportojnë mallrat e tyre prej Zvicre në Macedoni, po ashtu e në ti doganojnë ato. Dhe si thot regjia, Anastasielta, prej Macedonie në Zvicër, ti qojnë mallrat e tyre, po ashtu edhe me doganim, mund paraqiten të numrat e Vlak Fercolung Logistik AG. Se ta lezoj këtë agje, dije se diçka e madhe. Të pajo, as do e... Ja. Shtej, dëshkëm ke sponsori radhës me një ashtu ke bulli dhe t'i selim. AX Engineering. Jena në qarshin që e kam bo otomanët, së ku im, nximi. Fatkeqësisht, kaj qishtë të tomunet e turkët e kam bo që këtë vend. Okej, na jo kena bo për shembull alfabetin, po e di. Po, shqiptarët e kam bo alfabetin e turkëve, pagimin e kam bo. Meri këta, ma jep gjuhën.
Nuk ka problem, qarshenjën sta, ato e kam bo prap. Ti nuk e njeh Ximin, ama nisi si Ximi. Po, shoku Ximit është ki. E kina e nektoni Xhim Sturçeliu. No. Respektojmë krejt, mazë. Respektojmë krejt. Kush ta respekton, respektojmë. Ashtu është. Biri. Kebulli. AX Engineering, firma e cila merret me projektimin dhe ndërtimin e ndërtesave. Nën toksore, mbi toksore, jashtë toksore, gjithçka çka të bëj me ndërtim. Mund të kontaktoni AX Engineering dhe t'i merrni ofertat e juaja marrëmendëse. Ta bëni shpejnë çarshej. Ta bëni shpejnë si në Çarshej. Xhibi do ma bëne si Shkodër, nuk do të kishte bërë si Çarshej, ama si do qoftë kontaktoni AX Engineering. Ta bënë dhabi qarshi. Prodhim ma i ri, s'ka lidhje. Çarshi moderne, Ai tha ki, shqiptare. ai tha ki, Mendoj se nuk. mendoj se jo. Mendoj se nuk. Ata kontrollojmë. No kina hala. Çishkina. Kina hala. Për haxhilerët. Hajde po hajde. Ose për krejt gurbeqit si do vinë tasht, po e në haxhilerët si do shkojnë në haxhilek. Kanë shku. Nuk kanë shko hala. Martën e në Jo. mërkorën shkojnë. Martën mërkorën. Lima mu këtë Po eto, po valla. Lima mu këtë ponën të I haxhilerët. fratitë na çillarët. Te i shef në Vatikan ku do shkojë. Gjithë fati, haxhilerët limi mu të i ato martë. Shkojnë ato ma shpes. Airpass është esimi më i ri në Maqedoni. Të gjithë këto haxhilerët që do shkojnë tash në haxhilek. Njëherë pimie zoti va pranof haxhilekun, inshallah shkone në të keni shëndoshë me. Mirë po internet do vë duhet. Ti theni fumejën, nonën, babën, du di thoni si ini, a ini me si kaloni haxhi. Ose teni live. Ose teni live. Si hente i ati im, si në haxhilek. Live bëshim të vap, ka ja quet haxhilek. Në telefon nuk e di, ama për ato që dun, kjen internetin e në haxhilek, mund të morin airpass.com. Airpassi si funksionon, mund t'hipni online t'i bjini esimat e juj, dhe va diftojme në një video ma vonë një link ose ke rilsi ku dhe e bëjmë, si mund t'i bjini këto airpassat. Jon kartica që mund t'i shfrytëzoni në Arabi, internetin faktikisht. Nëse duni zbritje ke këto esimat, mund shkruni atë ke kodi quçkat, e ne dhe merrni 30% zbritjen, që është një çmim solid, një zbritje solide pi firmës, që e jep në emrin tonë, edhe dhe e përdoni internetin agje gjatë tanë mujt, se unë sa e di 25 ditë dhe rejnë agje, një mujt dhe kini internet e në Arabi. Adenia. Adenia është sponsori jonë ma i ri, cila gjendet në Struk. Ne jemi sot në Shkup, mirë po dhe vizitojme në Adenia në Struk. Adenia është një restorant e cila gjendet në rreth liçenit të Strugës. Qish restorani është Adenia? Adenia është restorant i njerëzve që e kanë merak. Shkojnë ta shofin. Po, që shkojnë ta shofin, duhet vë diftoj se qish duhet shkojnë shofin atje. Atje si zakonisht shkojnë njerëzve meraklit e mishit. Mishit. Ato që e kanë merak mishin, duhet shkojnë ke Adenia. Ka dish me vlajnë. Kush don mish taze, mund gjone ke Adenia. Kush don mish, si thujnë dry aged, shqip, pjak, mish pjak. Mish pjaku. Mish pjeq. Si me mish. E ta i si thujnë që diftoni ju. Ku e di unë? Mish të moshuar. Mish gulaku. Nuk ka mish gulaku, çdo mishi mund t'jeti i moshuar, ama ato kanë taj mish të moshuar atje. Në me thonë kanë cilësi të lartë të mishit. Kush do të shkone të hanë e gjemone një mish të mëjrë, mund shkone ke restoranti Adenia, e cila gjendet në liçen të Strugës, bus liçenit. Sun tom detit se nuk është, det liçen. Artificiale natyral. Valle unë sa e di është natyral. Natyral. Falënderit Ali. Mender që është radis, rej rahati. Rej, A i thaki? nduket I se. ka thonë. Pret shof, e në A i njerë. kontrolloj. I ka thonë. Më jesim dërhak askuq. I ka thonë. Po, E qëta e unë e për fond të vëtëm juve se nuk kini ferë. Që 40 sa epizoda, njerëzit thojnë fkatin një misafir, në as një misafir, që e keni fkat fukit. Valla njeri u erë. Nësja, misaferun. Njeri u erë. Se dush me thirë misafer. unë e kom deri Njeri me o, ke respektin shpeja. tre afër fukit këto, prandi shef rej i sigurt. Ene se beli këto me pak tafët ka bundekër, e na jo i qështë e sigurie E këto. qëta e një hap më largë ative që du të afrojnë në për
kuluaret politike? Nuk, sunë ma friend. Burek unë nuk ha. Ha pet në qenkër, pet në grosh. Ama burek as nuk ha. Renat vllajta për të ish mu mërzit. Ish mu mërzit, unë do ta burekun të haje mekun. Une e kom vendos 2029 dë qilë forën tim. Edhe dë shes burekat e meja dis. Ose këndryshe të kandidoj për kryetar komune. Ne do në të atit. kandidu pa të vota. O, kishe vota në qajim. E di, e kishim bëshgusit e tonë. Qajri cili nga dha informata. Në Sloveni kisha votua s'ki qa ishtë. Ta i, le mendojnë ato, që du në thamë bureka. Hajde ma shpesh dale. Ma shpesh hajde dale. A, ndjej nevojen. Ndjej nevojen, për pos qajirit këto ku jena faktikisht afër qajirit, i përshëndes qajirlit, dijon s'ka li emësit. I përshëndes Sarajlit. Sarajnë më Sara. Salat ti përshëndesin tjetër. Saraj është zemra Hotelin. e Quçkaxhive. Hotelin. Hanife qish ka me të vetë? Araqina. Po. Si e para njerë si na kanë qelë derën e snafët e qarshijës. I përshëndesim e snafët e qarshijës, e në unë ngjej, prandi jom rahat këto, e ngjej një pi jush vetë vetën këto. Me një laf e përshëndesim kitë Shkupin. Për mikpritjen e në për këtë ambientin e mrekullueshëm e përshëndesim agicën e qarshijës Hanifen që na mundsoi neve ta bëjmë këtë epizodën këtu. Pashtu e përshëndesim e në Fukin që u bo pjesë e quçkave këtu. Kallëzoj se i kom bajt edhe qanëm të. I kam bajtën e çanta. Na kanë dhej. E rejtën ma betin me skuteri mante çanta. Rejtë pazari. Faleminderit e në te Fuki. A më skuteri kështë ka pasit? Fuki. Kallëzoj se më rripi se s'kom dhej. S'pas ka leje, më e bonit madhë. Ma kallëzoni. Mikrofoni. Si do qoftë telespektator të nderuar, faleminderit shumë në juve që na ndoqët deri tani. A keni edhe një laf miradia për thonën e te? Jo, përveç se ti falenderoj për këtë mikpirtje shumë të ngrohtë, nga zemra, falenderit. Oj Shërbi! A jemi live? Live-imi. Falenderit shumë, natën e mirë, falenderit Fuki për prezencën, e në për mikpritjen. Qa me thamë be? Shka me folë be? Natën e mirë, miru pafshim, ti dalim kamerat, që mas kamerave që të buhet në Allah jeti. Miru pafshim. Ciao.